miqtë Prizmës. Mas një ultimatumi tepër të rënd asnjëherë të bëm nga një superfuqi ose superfuqia e vetme e botës deri tani, mbase tash e mbrapa superfuqia e dytë është Kina, por e bërë nga një superfuqi për mi mbarimin e një qytetërimi, ishte fjalë e rëndë shumë e presidentit Trump, por dhe përfundimin me fjalën Zoti e bekoft popullin e Iranit. Pra, Trump duhet kuptuar pak filozofikisht kur flet. Zakonisht në për rrjetet sociale kur janë armiq ti, përfshin fjalët është një idiot, është një budalla, është një çmendur, është një kështu. Por ai është shteti më i fuqishëm i botës, ai praktikisht është presidenti i këtij shteti. Dhe kur ai thotë që shiko, po keni ultimatum që po nuk vepruat, po nuk lejuat kalimin e anijeve, se këtu ishte fjala, në ngushticën e Hormuzit. Sulmi do të jetë kaq i tmerrshëm sa pak a shumë edhe qytetërimi do ta psojnë në këtë lloj drejtimi, qytetërimi juaj, në fjalë. Mbase ka të bëjë me egzagerimin e fjalës për të bërë, të kuptuar që ti duhet veprosh, sepse po nuk veprove realisht, mund të ndodhi një sulm që mbase nuk e largon qytetërimin, po i bën dëme të jashtëzakonshme. Dhe sigurisht duke parë të tilla gjëra, me herë klika që kanë e ajetollave atje, filloi të nxjerrin njerëz, fëmijë, gra te centralet që kanë ata të energjisë. Po kjo është forma. Përmbajtja ishte ndikimi dhe ndërhyrja e Islamabadit ose Pakistanit, pak ashtu me projektin e madh edhe të një pasi që bën Kina me Rusinë. Nuk është se i donën kaq shumë zot Iranit, po të kishin dalë kaq shumë zot, i binde që të futeshin në luftë me Amerikën. Por nuk ndodhi ky fenomen. I cili garantoi një plan 10 pikësh, u përmend një plan 10 pikësh i Iranit që kërkonte më tepër se sa mund t'i japi Amerika, s'ka për t'ia dhënë kurrë ato 10 pikat, që janë largimi i forcave, element nga më të çuditshmit që në kushtet e shtetit që je nën sulm nuk mund t'i bësh, por që praktikisht pranonte një pushim nga ana e ultimatumit Shtetet Bashkuara të Amerikës, 2 javor, për të krijuar kushtet. Jo thjesht të këtij plani 10 pikash, por të një marrëveshje. Praktikisht po kërkohet një marrëveshje. Sot bile ishte edhe një diskutim nëse është gjallë apo s'është gjallë pasuesi ose djali Ajetollah Khameneit. Dhe normalisht shumë prej njerëzve të jashtëzakonshëm edhe të brezit Ajetollahve, po njëkohësisht komandës në pushtet të këtij regjimi janë vrarë nga Izraeli o nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe sigurisht bota është në krizë. Tash vjen ky ultimatum dhe mas këtij ultimatumi sigurisht një pushim zjarri dhe luftimesh 2 javë, të cilët pastaj mund të kenë biseda që janë në Pakistan, midis 2 delegacioneve, me Irani e ka pranuar, Amerikanët nuk kanë thënë ne gjë, po sigurisht Trumpi e ka nxjerrë në treg, si ka zakon Trumpi ti nxjerrë. Jo thjesht si fitore, po duke thënë që shiko, kuptoni që po bindeni, në këtë rast duhet na bindeni, sepse po nuk u bindet, sigurisht do t'ju ndëshkojmë. Është një arrogancë, por që kërkon një farë mënyrë pushimin e luftës. Dhe që këtë duhet ta kuptojnë gjithë, jo po do luftën, do naftën, do këtë. Shiko, gjithmonë kanë dashur luftën, naftën, gjithmonë i kanë dashur. Mirë, po presidentet e tjerë nuk i kanë thënë, ky i thotë, ky është faji i Trumpit. Të gjithë i kanë menduar dhe i kanë bërë lufta edhe më të këqija, kanë bërë viktima fantastike. Trumpi është fajtor se i thotë. Në përgjithësi njerëzit janë sipërfaqësorë dhe mendojnë vetëm atë që ju quhet delir dhe harrojnë vdekjen e vërtetë që e kalon delirin. Trumpi ka delirin e të thënës, por pak delirin e të bërës. Ndërsa bie fjala Clintoni, Bushi, Obama edhe Biden kishin delirin e të bërës dhe nuk kishin delirin e të thënës. Ky është dallimi që kanë. Nuk dua të marr në mbrojtje Trumpin, por dua të them që
njësoj ka qenë gjithmonë. Praktikisht erdhëm ke ky ultimatum dhe praktikisht ke ky 2 javësh ku do hapet ngushtica e Hormuzit. Keni parasysh se vetëm 15% e asaj nafte vjen në Evropë, 85% shkon nëpër Kinë, nëpër vendet e lindjes. Shkon në Japoni, shkon në Kore të Jugut, shkojnë gjitha vendet e lindjes. Pra, nuk është se ekonomia botërore dëmtohet në perëndim, dëmtohet shumë lindja, po duke u dëmtuar në lindje, sigurisht do dëmtohet edhe perëndimi. Po kryesisht është paqja. Mjafton që mos kërcasin raketat, bombat nga 2 palët dhe të vendoset një paqe, një marrëveshje ku Irani mos ta shohë më Amerikën si bie fjala pjesën që duhet përjashtuar nga ajo, nuk mund të përjashtosh Amerikën nga ajo zonë. Këtu të shqipëndalem edhe po arsyetoj për 2 minuta. Irani me proksit e saj, dhe nuk është se po e bëj fresk Izraelit. Izraeli ka vendosur një paqe me ato vendet e gjirit aty. Sigurisht Izraeli ka faje të mëdha, sidomos për vrasjen në zonën e rripit Gazës e Palestinës, e provokuar dhe kjo, sigurisht. Por në këtë rast po e lej jashtë, sepse sigurisht proksit e saj dihet se ku janë. Dhe nëse ka bërë marrëveshje me Arabinë Saudite, Kuvajtin, Emiratet, Jordanin, Sirin, e gjitha, sigurisht është një arritje. Irani nuk di, ka proksit e vet. Tashmë ka dalë kjo fjalë. Kudo ka ndërtuar proksit e vet për të sabotuar, dhe ky lloj Irani nuk të ekzistojë më. Është i papranueshëm, jo thjesht për Izraelin. Tashmë është bërë papranueshme për vendet e atij gjiri dhe atij momenti. Rreth e përqark pikërisht Iranit. Është papranueshme për Arabinë Saudite, papranueshme për Emiratet, papranueshme për Omanin, papranueshme për Katarin, papranueshme për Kuvajtin, papranueshme për gjithë zonën atje. Dhe natyrisht nuk mund të jetë i pranueshëm kaq shumë edhe për Rusinë edhe për Kinën, sepse i nxjerr punë, sepse shiko, tregtia dhe miqt nuk janë në një drejtim. Dhe politikat e ajetollave për zhdukjen e Amerikës edhe të Izraelit janë fantazmagorina, të cilat mund t'i hajë, domethënë, idiotët që s'marrin vesh, por jo ata që kanë. Dhe plus pastaj shtypje e popullit tëm. Nuk mund të jenë gjithë në Iran me ajetullat. Jo, s'është vërtet se janë. Ka shumë kundërshtar që janë vrarë. Unë nuk e di a kanë vrarë 3.000, 30.000 apo 40.000 në 90 ditëve. Por kanë vrarë. Dhe kanë vrarë popullin e tyre, pa mëshirë. Që nuk janë burrat mirë, nuk mund t'i lavdrosh. Që sigurisht edhe kostot e luftës kështu janë, edhe interesat e luftës kështu janë. Por ajo që duhet mizotrojë është pikërisht paqja. Paqja ka 2 mënyra. O të digjen gjithë, o duhet përfitoj sigurisht i forti, por që duke vendosur paqen, duke i bërë dhe të tjerët të jetojnë mirë. A do arrijet kjo? O nuk e di a do arrijet. Po këto proksit kështu nuk duhen lejuar më. Jo vende që sigurisht destabilizohen se kështu do Irani. Këtë jo. Kjo nuk do pranohet më, se nuk e pranojnë të gjitha vendet e gjirit aty dhe vendet e asaj zone që prej kohësh është destabilizuar, jo thjesht Palestina. Shi u mor vesh ajo punë. E sidomos rripi i Gazës. Kemi të qartë, është bërë gjenocide edhe atje. Edhe fajt i kanë gjithë, që nga superfuqit, ashtu dhe një vendet, edhe sidomos edhe vetë vendi aty. Përfshi Izraelin, e përfshi Palestinense, e përfshi gjithë. Janë plotësisht fajtorë në një gjendje katastrofike të një popull të mirë, i cili s'diti të dilte kurrë asnjëherë nga fatkeqësia vet. Tash është fjala për Iranin. Dhe Irani nuk ka regjim për të dialoguar shumë me të. A dorëzohet regjimi? Fjalët e Trumpit sigurisht thuhen në një hapësirë të tillë teatrale, që egzagerohesh 200% që njerëzit marrin vesh 100%. Egzagerohet 300% që njerëzit marrin vesh 100%. Janë dakord, s'janë dakord me Trumpin, që rëndësi ka. Problemi është se kush e vendos këtë punë. Çfarë bëhet? Çfarë luhet? Sa harxhohen? Sa bomba hidhen? Sa vdesin? Kjo duhet parë me kujdes të madh. Praktikisht u arrit që të pushohet lufta për 2 javë. A do t'jenë zot për 2 javë të zgjidhin problemin? Këtë ta shohim në të ardhmen. Me po ata që përfaqësojnë
Ayatullah Khomeinin edhe Ayatullah Khamenein bashkë me të birin që mund tjetë edhe i vdekur ose i plagosur, unë nuk besoj. Por besoj edhe në atë që thuhet, që aty po rritet një kast tjetër, e cila nuk e do më luftën. Nuk do t'jetoj më në këtë lloj krize kaq katastrofike. Pavarësisht se duan Iran. Edhe për më tepër, pas edhe fjalimin e Reza Pahlavi, djalit të mbretit, që u bën thirrje. Edhe atyre që janë një krah, edhe atyre që janë krahun tjetër. I thotë, tregoni si iranian, mbroni Iranin. Sigurisht, edhe nga goja e një presidenti që para se t'ju thotë, po ju asgjësoj, thotë Zoti e ruajt popullin fantastik të Iranit, duhet marrë kjo pozitivja, lesh pjesën negative. Sepse unë shpresoj që mos ndodhi. Pastaj sa ka që thonë ky është idiot e ky është kështu e ky është ashtu, në rrjetet kështu vazhdojnë, liria të shkruarit, liria të shprehurit është kur shprehen këta që s'janë kërkuar, pse mos shprehet presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës. Kështu ka ardhur koha. Domethënë pjesa gati bëm të besoj se shpëtimi i botës vjen, dikur kanë thënë se vjen Mesia, por unë mund të them se mund të kthehen ufot. Nuk e di, mbase janë një njëjta gjë, ndoshta. Tash edhe unë po them ato që deduktoj për të mirë, domethënë që të vi paqja. Se vjen nëpërmjet luftës, sigurisht e kanë provuar njerëzit. Ka ardhur nëpërmjet luftës, ata që kanë bërë luftën janë ulë, masi kanë vrarë 1 milion njerëz, o 2 milion njerëz, o 3 milion njerëz, edhe 50 milion njerëz, mos harroni këtë, kanë bërë dhe paqen. Dakor, miqtë e mi, shpresojmë që të ketë paqe, të ketë tregti, binë çmimet e naftës dhe të vazhdoj mirëqenia. Marrëveshja midis atyre vendeve të cilat duhet të jenë vende të pasura. Nuk kanë nevojë të jenë vende të tilla. Vende të pasura, siç janë Sauditët, siç janë Emiratet, siç është Katari, siç është Kuvaiti. Siç janë këto vende që jetojnë mirë. Pse u dashka hyrë në luftë. Që e para. E dyta është Artemisi. Kanë ardhur pamjet e para, sidomos pjesës të hënës dhe tokës kur lind një eklipsi. Dhe sigurisht pjesës së errët të hënës. Është udhëtimi i parë për hënë, pa takuar hënën, por me astronaut rreth e përqark hënës, dhe këtë e bën NASA, sigurisht, me një kapsulë e cila ka edhe kontributin e ESA-s, Agjencisë Evropiane, astronautëve, që sigurisht prapë e bëjnë amerikanët. Nuk e kanë bërë as rusët, nuk e kanë bërë as kinezët. E kanë bërë amerikanët. Nuk janë ulur sepse nuk është ky projekti, është tjetër projekt. Ai projekt është i uljes është fillimi i ndërtimit të një stacioni në hënë, edhe orbital, por edhe hënor. Por praktikisht kjo arritje është e madhe sepse jo se kthehet mas 50 vjetësh, por sepse ka qëllime për tu projektuar në pushtimin, apo them thojza, edhe stacionin hënor dhe pastaj shkuarit drejt Marsit. Nuk bëhen kollaj, sigurisht me teknologjitë e reja janë shumë të mundshme element të tillë, por problemi është se për herë të parë u pa qartë pjesa e errët e hënës, u pa edhe nga njerëzit, u pa edhe nga element të sofistikuar të teknologjisë dhe sigurisht i pa edhe gjithë bota. Tjetra që desha them është një nga vendimet që ka marrë qeveria greke, e cila me Mitsotakishin për mu po bën një nga veprimet më të mira të mundshme. Duhet ta imitojmë edhe ne. Me 1 janar të vitit 2027 do të ndalojnë rrjetet, të gjitha rrjetet sociale për fëmijët, adoleshentët nën moshën 15 vjeç. Pra 15 vjeç e poshtë nuk do kenë mundësi me pranim të rrjeteve sociale. Bile do kontrollohen, do sofistikohen, që edhe rrjetet sociale mos ta bëjnë këtë punë sepse pastaj do të ndalohen, o do gjobiten o ndalohen nga shteti grek. Pra, do t'i krijohet mundësia që ti nuk mund të kesh fëmijë 15 vjeç e poshtë, kesh rrjet social në përdorim. Do thoni ju,
mund gënjejnë. Pikërisht kjo do rregullohet sepse do shtohen disa element sigurie që nuk do mundesh ta hapësh dot. Dhe kjo është gjë e rëndësishme. Rrjetet sociale po shkatërrojnë mentalitetin e fëmijës, adoleshentit. Po e marrin qaf, po e i moralizojnë, po e bëjnë të dhunshëm, po e bëjnë kriminal që në vogli. Rrjetet sociale janë një krim i licencuar i sotëm. Këtë gjë duhet ta bëjë edhe Shqipëria, pavarësisht se është një vend i vogël i parancishëm. Sa Selaniku, po duhet ta bëjë edhe Shqipëria. Sepse sigurisht i bën një dëm të jashtëzakonshëm. Edhe vetë Greqia është e vogël, këtë duhet ta bëjë Bashkimi Evropian. Po si degrad që është edhe Bashkimi Evropian vazhdon ta tolerojnë. Këtë duhet ta bëjnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, bili ka qenë një propozim dikur i presidentit Trump. Ose duhet të detyrojnë rrjetet të sillen me norma morali, etike dhe estetike të mirë. Po për mua kur këta nuk veprojnë, për mua kur këta vazhdojnë ekspansionin e kriminalizimit shoqërisë, mbytjes së botës fëminore me krim, me dhunë dhe me imoralitet dhe amoralitet të vazhdueshëm, ata duhen ndalur. Duhen ndalur dhe mënyra më e përshtatshme e kohës është të ndalësh rrjetet për fëmijët deri në moshën 15 vjeç. I lumt Greqisë, bravo i qoftë edhe Mitsotakisit. Sigurisht që po bën një veprim të shkëlqyer. Nuk është ndalim i lirisë. Është vënie dorë për të ruajtur lirinë. Ata që do të çohen e të thonë prralla të tilla janë gangster, shoqatash, përfituesësh të qelbur të imoralitetit dhe amoralitetit. Të ndalosh rrjetet sociale të cilët promovojnë dhunën, gënjeshtën, mashtrimin. Ne i shfaqem natë për natë me realitetin virtual, por njëkohësisht njerëzor, të Big Brother e kompani, që të mësojnë imoralitetin, sharjen, fyerjen, intrigën, është një konglomerat jo moral, jo etik, në mungesë të plotë estetike, po sidomos edukate normale në familje. Po kështu janë rrjetet, edhe më keq se sa kaq. Ku mësohet jo thjesht pornografia, imoraliteti, lakurisia dhe mungesa e jashtëzakonshme e etikës, e kulturës. Po mësohet krimi, mësohet gënjeshtra. Shpërfytyrohet morali. I lumt Greqisë, i lumt edhe Mitsotakisit. Veprim i shkëlqyer për të ndaluar me të vërtet këto rrjete kriminale të edukatës imorale dhe amorale kudo në botë. E përhapur sidomos në mënyrë tragjike në Perëndim. Sepse si në Rusi, si në Kinë, shumë vende tjera dhe janë ndaluar. Ne i quajmë ato jo demokracia, por dhe kjo lloj demokracie që ka prekur lirinë me amoralitetin e saj, kjo nuk e ka emrin demokraci, është përdhunimi i demokracisë dhe i lirisë njëkohësisht. Nuk është liri të mësosh lakurisinë edhe krimin. Nuk është liri të amoralizosh çdo ditën e të krijosh intrigë çdo ditë dhe të mësosh se si vritet, si pritet dhe si gënjehet dhe si mashtrohet. S'është liri kjo. Kjo është kundër lirisë. Dakord miqtë mi?